të hapur një herë mirë, domethënë. Edhe si janë lozur këto, kanë qenë certifikime false. Që të hymë ne në garë, ky rreth i jonë i ngushtë, përjashtojmë tjerët, pse kush na certifikon? Kush është ai që certifikon? To ekuivalentimet kush i bën këtu? Marr drejtë unë tani, marr licencë nga ministria dhe unë certifikoj këtë dua unë. A është dhe ai një tregu lirë sipas aftësive tjera? Pra, që këtu duhen kapur dhe mënyrën se si janë servitur. Se është vetëm ke prokurimet, në shumë fusha tjera. Dhe ta kanë krijuar monopole. O ecën me monopole, monopoli në dukje nuk është i lejuar, po ke duopole dhe oligopole. Kur nuk janë më dy veta ose një, po janë 3-4 që merren vesh me njëri tjetrin. Dhe unë kështu shoh, domethënë, nëpër dikasteret caktuara janë një grup firmash caktuara, vetëm ata marrin pjesë. Edhe bëjnë atë ruletën një herë unë, sot unë nesër ti. Pra kanë ndarë tregun, kontrollohet ndarja e tregut, fushë caktuara. Ke informatika janë këta, ke rrugët dikush tjetër, në vende tjera dikush tjetër, po këto grupe janë, domethënë.